10 shenjat e vërteta që ti ke dhunti të forta shpirtërore, a i përjeton edhe ti këto? Përshëndetje shpirt i bukur. Nëse je këtu, ndoshta ke ndjerë prej kohësh që je paksa ndryshe. Ndoshta të tjerët të thonë je shumë i ndjeshëm, ose si diti këto gjëra. Sot do të zbulojmë bashkë 10 shenjat më të forta që tregojnë se ti mund të kesh dhunti të vërteta shpirtërore. Jo thjesht ndjeshmëri të zakonshme, por aftësi që vijnë nga një lidhje më e thellë me botën e padukshme. Merr frymë thellë dhe le të fillojmë. Shenja nr. 1, empatia jote është thuajse e dhimbshme. Shenja numër 1 dhe ndoshta më e fortë nga të gjitha. Ti nuk je thjesht empatik. Ti je një empati shpirtëror i nivelit të lartë dhe kjo do të thotë që empatia jote nuk ndalet te mendja apo të zemra, ajo shkon direkt në trupin tënd fizik. Kur dikush vuan pranë teje, ti nuk e kupton vetëm dhimbjen. Ti e jeton atë. Nëse një shoqë qan për trafti, ti ndjen një shtrëngim të fortë në gjoks, sikur zemra jote të jetë thyrë po aq sa e saj. Nëse një koleg është në ankth të madh, ti fillon të ndihesh i mbytur, duart të dridhen, frymëmarrja të bëhet e shkurtër edhe pse ti vetë nuk ke asnjë problem në atë moment. Dikush ka dhimbje koke? Ti ndjen pulsin në të njëjtin vend të kokës. Dikush ka dhimbje shpine? Ti ndjen një shpinë të çuditshëm pikërisht aty ku i dhemb atij. Kjo nuk është imagjinat. Është trupi yt që bëhet antenë për dhimbjen e botës, shumë empati shpirtëror thonë. Unë e ndjej dhimbjen e njerëzve sikur të jetë e imja dhe ndonjëherë nuk di me të vërtetë nëse është dhimbja ime apo e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse ti shpesh tërhiqesh nga njerëzit që vuajnë më shumë. Narcisistët e maskuar si viktima. Të varurit emocional. Ata që kanë një fëmijë të brendshëm që qan pa pushim. Ti i sheh. Ti ndjen lotët e tyre të padukshëm. Dhe zemra jote të thotë, unë mund ta shëroj këtë njeri. Unë mund ta shpëtoj. Kështu që ti hap derën i lë të hyjë u jep kohë, energji, dashuri pafund. Por shpesh ata nuk duan të shërohen vërtet. Ata duan vetëm dikë që t'u thith dhimbjen çdo ditë dhe ti bëhesh sfungjer i tyre emocional. Disa empatë shpirtëror kanë përfunduar në marrëdhënie toksike 5, 10, 15 vjeçare. Sepse nuk mundën të largoheshin. Zemra u thoshte, nëse ik, ajo do të shkatërrohet. Dhe kështu harxhonin vitet e tëra duke u munduar të shëronin dikë që nuk donte shërim. Derisa një ditë zgjoheshin bosh, pa energji, pa dritë, pa vetvete, por ja çelësi që duhet ta dish sot, shpirt i bukur. Të ndjesh dhimbjen e të tjerëve është dhuratë. Të marrësh përsipër ta shërosh atë me forcën tënde është kurth. Empati i vërtet shpirtëror nuk do të thotë të bëhesh shpëtimtar i botës. Do të thotë të bëhesh pasqyrë e dashurisë së Zotit. Ti je këtu për të treguar rrugën, jo për të ecur ti në vend të tyre. Ti je këtu për të mbajtur hapësirën e shenjtë të shërimit, jo për të marrë plagët e tyre mbi shpatullat e tua. Prandaj po të lë një mesazh që ta shkruash diku dhe ta lexosh çdo mëngjes. Unë ndjej gjithçka, por nuk jam përgjegjës për shërimin e askujt. Dashuria ime është dritë. Dhe drita nuk humbet kur ndriçon. Humbet vetëm kur përpiqet të bëhet qiriu i dikujt tjetër. Mëso të thuash. Unë të shoh. Të dëgjoj. Të dua. Por ti je ai që duhet të ecësh drejt dritës. Unë vetëm e mbaj ndezur për ty. Kjo është pika e parë dhe ndoshta më e rëndësishmja. Nëse e ndjen në çdo qelisë të trupit këtë që po them. Ti je një empati shpirtëror i lindur. Dhe bota ka nevojë për ty. Por vetëm nëse ti mëson të ruash veten të shenjtë. Shenja nr. 2, ndjehesh fizikisht keq pranë energjisë negative. Ti hyn në një dhomë dhe menjëherë e di, këtu ka ndodhur diçka e rëndë. Mund të ndihesh papritur i rënd, i lodhur me kokëdhimbje, ose sikur dikush po të shtyp gjoksin edhe pse askush nuk të ka thënë asgjë. Ti ndjen vampirët energjetik para se të flasin. Kur je pranë tyre ndihesh sikur bateria jote shkarkohet brenda pak minutash. Kjo nuk është ankth i zakonshëm, është trupi yt që të paralajmëron. Kujdes, këtu energjia është e ulët. Dhe kur largohesh nga ato vende apo njerëz ndihesh papritur përsëri i lehtë, sikur të ketë ikur një bardhë 10 kileshe. Shenja nr. 3, kafshët dhe fëmijët e vegjël të duan pa kusht. Kafshët të ndjekin kudo. Qentë që normalisht lehen të huaj, ulin bishtin dhe vijnë tek ti. Macat të zgjedhin ty për të fjetur në prerin tënd. Zogjt ulen pranë teje. Edhe kafshët e egra nuk të kenë frikë. Sepse ata ndjejnë aurën tënde të pastër. Ti je strehe e sigurt për çdo qenie që ka vuajtur. Shpesh gjen veten duke shpëtuar kafshët të lënduara, të braktisura sepse zemra jote thjesht nuk duron të shoh vuajtje. Shenja nr. 4, të huajt të hapin shpirtin pa të njohur. Në radhë të marketi, në autobus, në park papritur dikush fillon të tregojë historinë më të dhimbshme të jetës së tij. Nuk e di pse po ta them ty këtë, por ndihem sikur duhet ta them. Ti je si një far magnetik për shpirtrat e thyrë.
Ata të shohin dhe ndjejnë, kjo njeri më kupton pa gjykuar. Dhe ti dëgjon me gjithë qenien dhe shpesh u jep një fjalë që i ndryshon ditën ose jetën. 09-10. Shenja nr. 5, zgjimi në orën 3:04:00 të mëngjesit. Shenja numër 5, një nga më të fuqishmet dhe më të pagabueshmet. Ti zgjohesh rregullisht midis orës 3:00 dhe 4:00 të mëngjesit. Jo sepse ke pirë ujë, jo sepse ke ndëruar keq, jo sepse ka shumë jashtë, por sepse shpirti yt zgjohet plotësisht në atë moment. Në traditat e lashta shpirtërore, kjo orë quhet ora e magjistarit ose ora e amës së tokës. Në kinezishtën e vjetër quhet ora e mushkërive, momenti kur energjia e re e ditës fillon të hyjë në botë. Në traditën e krishterë quhet ora e tretë e natës, kur Jezusi thuhet të jetë ringjallur. Në traditën pagane është çasti kur perdja midis botës sonë dhe botës tjetër është më e hollë se një flet letre. Në ato minuta, frekuenca e tokës, rreth 783 Hz, përputhet pothuajse perfekt me frekuencën e zemrës dhe trurit tënd kur je në gjendje meditimi të thellë. Për këtë arsye, trupi yt fizik flet por ti je plotësisht zgjuar në një nivel tjetër. Çfarë ndodh me ty kur hap syt në 3, 17, 3, 33, 3, 44 apo 4, 04? Zemra të re fort, por jo nga frika, është një rrahje e fuqishme, sikur dikush po troket nga brenda. Nuk ke nevojë për dritë, dhoma duket më e ndriçuar se ç'është në realitet. Mendimet janë kristal të qarta. Nuk ka mjegull. Nuk ka plogështi. Ndonjëherë ndjen një prani në dhomë, jo të frikshme, por të dashur. Një gjyshe që ka ikur, një fëmijë që ende nuk ka lindur, një engjëll që thjesht të shikon. Shpesh të vjen një ide gjeniale, një zgjidhje për një problem që të mundonte me muaj, një mesazh që duhet t'ia thuash dikujt nesër. Ndonjëherë qan pa e ditur pse, sepse shpirti yt po pastrohet nga çdo gjë që ke mbajtur brenda gjatë ditës. Ndonjëherë qesh vetëm, sepse për një çast e kupton sa qesharake është kjo lojë që quhet jetë. Disa njerëz e luftojnë këtë zgjim. Pse nuk më lë të fle? Por ti e di thellë brenda, ky nuk është problem gjumi. Ky është moment i shenjtë takimi, shumë shpirtra të vjetër, shërues, medium, profet të së ardhmes thonë të njëjtën gjë. Unë marr mesazhet më të rëndësishme të jetës time pikërisht në atë orë. Është ora kur bota fizike është në heshtjen më të madhe dhe bota shpirtërore flet më qartë. Çfarë të bën ti kur zgjohesh? Disa ngrenë telefonin dhe fillojnë të shfletojnë dhe humbasin magjin. Por ti që je këtu dhe po e ndjen këtë në çdo qelistë, ti e di që duhet të bësh diçka tjetër. Ja rituali që të gjithë shpirtrat e zgjuar bëjnë në atë orë të shenjtë, mos ndis dritën e madhe. Vetëm një qiri ose dritë të zbeth. Uluni drejt në krevat ose dil në balkon. Merr 3 frymëmarrje të thella dhe thuaj me zë të ulët ose në mendje. Unë jam i hapur për çfarëdo mesazhi që vjen për mua dhe për të mirën më të lartë. Qëndro në heshtje. Mos pyet. Mos kërko. Vetëm dëgjo. Shkruaj çdo gjë që të vjen, edhe nëse duket pa kuptim në atë moment. Pas 3-6 muajsh do të habiteni sa profetike kanë qenë ato fjalë. Dije këtë. Nëse zgjohesh rregullisht në atë orë dhe ndihesh më i gjallë se ç'ke qenë kurrë. Nuk je ti që ke problem me gjumin. Është shpirti yt që ka një takim të rëndësishëm çdo natë. Dhe trupi yt thjesht hap derën, ruaje këtë orë si faltoren tënde më të madhe. Mos e humb duke u kthyer menjëherë në gjumë ose duke hyrë në Instagram. Është dhurata jote personale nga universi, 60 minuta çdo natë ku ti je plotësisht i lidhur me burimin, dhe kur të tjerët të pyesin pse fle kaq pak, ti buzëqesh dhe u thua brenda vetes. Unë nuk fle pak. Unë jetoj 2 jetë, njërën kur të tjerët janë zgjuar, dhe tjetrën, atë të vërtetën, kur të tjerët flenë. Kjo është shenja numër 5. Dhe nëse të nje, ti je një nga ata që janë zgjedhur të jenë ur midis 2 botëve, tani merr frymë thellë. Dhe le të kalojmë të shenja numër 6. Shenja numër 6, ëndrat e tua janë porta. Ëndrat e tua nuk janë të rastësishme. Janë të gjalla, me ngjyra të forta, dhe ti mban mend çdo detaj edhe pas shumë vitesh. Në ëndër takon njerëz që kanë vdekur dhe mesazhet që të lënë janë aq reale sa të ndryshojnë jetën tënde kur zgjohesh. Shpesh sheh ngjarje që ndodhin më pas në realitet. Ëndrat e tua janë si filma profetik ose vizita në dimensione të tjera. Disa herë zgjohesh duke qarë sepse ke qenë në shtëpi. Shenja nr. 7, natyra është faltorja jote. Ti ndihesh më i gjallë kur je jashtë. Të ecësh zbathur mbi tokë të bën të ndihesh i ringarkuar. Era, shiu, dielli të gjithë të flasin. Pemët duket sikur të përshëndesin. Ke nevojë të prekësh ujin, të mbash gur në xhep, të mbledhësh gjethe. Sepse ti e di thellë brenda, ti je natyra dhe natyra je ti. Shenja nr. 8, ti ndjen motin në kocka. Para se të bjerë shi, ti e ndjen erën ndryshe.
Para stuhis ndihesh i trazuar, energjik ose i trishtuar pa arsye. Miq të tallen, ti je stacioni meteorologjik më i saktë se çdo aplikacion. Por ti nuk e mendon motin ti e ndjen në qelizat e tua. Sepse je i lidhur me pulsin e tokës. Shenja nr. 9, DJV nuk është rastësi për ty. Ti jeton për jetimin e të qenit këtu më parë, aq shpesh sa është bërë normale. Ndonjëherë ndihesh sikur ke jetuar këtë moment në një jetë tjetër ose e ke ëndërruar vite më parë. Ti e di që koha nuk është lineare për shpirtin tënd. Ti udhëton nëpërmjet kohës çdo ditë pa pasur nevojë për makinë kohore. Shenja nr. 10, ti je radar njerëzor. Hyn në një dhomë dhe brenda 3 sekondash e di gjithçka. Kush është i zemëruar, kush gënjen, kush fshet diçka, kush ka nevojë për përqafim. Nuk ke nevojë për fjalë. Ti ndjen energjinë si valë që të godasin. Dhe kur del nga një ambient me energji të rëndë, ndihesh sikur ke dalë nga një betejë e padukshme. Përfundimi. Nëse të paktën 7 nga këto 10 shenja të folen në shpirt, ti nuk je thjesht i ndjeshëm. Ti je një shpirt i vjetër me dhunti të forta. Por kujdes, këto dhunti mund të bëhen barë nëse nuk i mbron. Mëso të thuash jo. Mëso të pastrosh energjinë tënde çdo ditë. Meditim, lutje, banja me krip, ecje zbathur, bëj rituale të shenjta. Bota ka nevojë për dritën tënde. Por vetëm nëse ti e ruan atë të ndezur. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Nëse të preku kjo video, lë një zemër dhe shkruaj në koment sa shenja përjeton ti. Je i dashur pa mas. Shihemi së shpejti. Përsëri i lehtë, sikur të ketë ikur një barë 10 kileshe.